Me vërtet mu lirua dhimbja kokës tani nga fundi. Me dashuri dhe me dituri çdo gjë lirohet. I really have sexual issues. I'm blocked. Du ta kuptosh pse ta dash kët. Që mos ta projektoj veten. Jam tani, por nuk do jam. Korrekt. Toni Jeton Selimi, strateg i elitës globale, ekspert i mirëqenies mendore dhe njëkohësisht më pëlqen ta bashkangjis edhe një nga veshjet tuaja profesionale si shërues me metodën bioenergjike. Faleminderit që pranuat këtë intervistë. Është kënaqësi të jem në intervistë, të ndajmë disa parime që të jo veç frymëzojmë audiencën, për të japim një ndryshim të tanë kohës të tyre që janë këtë botë. Unë së pari dua të të falenderoj që ndale nga koha jote dhe rezervove këtë intervistë nga një trajnim ku ju e kishit rezervuar dhe klientët tuaj janë personazhe jo të zakonshëm, janë multimilionerë, kështu që unë e vlerësoj pafund kohën tuaj të paçmuar dedikuar ndaj nesh dhe gjithashtu këtë gotë që ju keni përgatitur enkas për ne, a mund të më tregoni se çfarë ka në përbërje? Po, domethënë keni perime të ndryshme në lëng. Domethënë është për pastrimin e mbrëmshëm para semënisë. Shumica e njerëzve pinë kafe. Unë pi unë jam një nga ata që jeni ditën me kafe. Gjysa të freskët të natyrës. Okej. Mund të më tregosh se çfarë ka në përbërje para se ta? Ka karote, ka gjymbër, ka repa dhe gjithashtu ka moll. Ndihet aroma, sidomos e xhinxherit. Gëzuar pra. Na bëft mirë. Na bëft mirë gëzuar. Prisa një shije shumë të papranueshme, por në fakt që nga një shije shumë neutrale dhe që ta aromatizon gojën. Më fol pak pse duhet ta nisim ditën me këtë gotë. E ushqejmë trupin në mënyrë të shëndetshme, mendja jonë është e shëndetshme. Nëse ne në mendje nuk jena të shëndetshëm, ne nuk do të na shkone mendje në mëngjes të pimë diçka të shëndetshme. E drejt. Kulturën tonë posaçërisht kapin cigaren, herën e parë kapin cigaren. Tjerët e kapin kafe, sa zgjon mëngjes. Po ja, çfarë do ju thuash këtyre njerëzve si puna ime që e nisin ditën me mëngjes, sigurisht një mëngjes të shëndetshëm, modest, të thjeshtë, po me kafe, dhe jo me këtë lëngun. Kafi ka benefitat e veta. Nuk është veç kafja, domethënë më tepër është se me çfarë mendje je zgjuar atë mëngjes. Okej. Domethënë se ti zgjohesh me një mendje të qetë dhe ke një plan program të ditës, kafja bëhet shumë mirë me atë program dhe i shkon së bashku. Nëse ti zgjohesh me një mendje të turbull dhe pi një kafe, kafja nuk do t'i tërheqë këto mendime që ditën ta bëjnë. Dhe këtu dalim pastaj tek mirëqenia holistike që të gjithë elementet janë të integruar që në fund të ditës ne jemi mirë. Por sot kur jemi duke jetuar të gjithë në atë që mendojmë si koha e artë e zhvillimit të teknologjisë, por nga ana tjetër ndihet edhe një lloj çorientimi i gjithë mendjes njerëzore. A jemi të kërcënuar ndo pak? Normal se na po, për shkak se, domethënë, botën e sotshme ne marrim me biliona informata. Neurobiologjia jonë nuk është forcuar në mënyrë që këto rrethana që janë stresuese në jetën e sotshme, ti kesh mjetet e duhura që mund t'i përpunone më së shpejti. Domethënë bëhet një ngarkesë shumë e madhe e trupit, e biologjisë, e mendjes, e shpirtit, emocioneve. Pra, teknologjia po na bombardon. Mund ta themi? Një pjesë po. Domethënë teknologjia të bombardon, pa ajo që është jo e shëndetshme është pse ti nuk e ke fuqizuar veten në atë mënyrë që të përdorish teknologjinë të shëndetshme. Edhe rreziku? Rreziku së pari, rreziku më i madh është shëndeti. Posaçërisht në trojet tonë shoh një virus, edhe ai virusi është në çdo familje shoh grupa, grushta me hapa, me barna njerëzit që marrin. Pastaj gjithashtu varësia nga cigaria, varësia nga droga, varësia nga alkoholi. Pa është mundur që ne ta kontrollojmë veten në këtë kohë kur jeta jonë drejtohet, ndikohet nga algoritmet, orientohet nga algoritmet. Algoritmat janë pasqyrja se sa ti i ke rregullu algoritmat e mbrëmshme. Domethënë kur ti difuqizohesh brenda, algoritmat do ta marrin gjithë kohën e jetës. Dhe gjithashtu do të bëjnë edhe dembelt mendimit, po edhe ti qërrohesh me inteligjencën që ke. Domethënë algoritmat ta planifikojnë jetën tënde.
Njeriu që nuk ka një vizion, që nuk ka përputhje të vlerave, nuk ka një organizim të mendjes dhe gjithë eksperiencave të mendjes se çka dëshiroj unë sot të krijoj. Algoritmat do ta marrin kohën dhe do ta marrin vëmendjen. Gjëja më e shtrenjtë që na koston njerëzimit është vëmendja që dikush tjetër ta heq, ta merr dhe ta abuzon. Kjo që sapo thatë ju, zoti Selimi, më bën ta lidh mendimin me atë çfarë thot Napoleon Hill tek libri i tij Mposhtë e djallit, që djalli imagjinar i intervistuar prej tij, disa njerëz e marrin kështu shabllon, disa të tjerë në mënyra të tjera, arrin të kontrolloj, i thot Napoleon Hillit, 98% të mendjeve në tokë dhe janë ato mendje të cilat nuk kontrollojnë dot veten e tyre. Pra, mos ndoshta teknologjia sot është në thonjza, ai djalli që po na kontrollon mendjen. 98% njerëzimit janë duke flet. Domethënë nëse flejmë, ne atëherë akuzojmë teknologjinë. Po këta 2% atë njerëzimit edhe të njerëzve që janë mjeshtrat të kontrollit të mendjes vete, ata e përdorin teknologjinë në mënyrë që ata i krijojnë rezultatet e përcaktuara të jetës tyre, të biznesit tyre. Po, vetëm 2% i 8 miliardëve në tokë. Po pyetja nuk është ke 2%. Pyetja është e ke vetja. Pse unë mos jem një pjesë atij përqindji? Pse unë mos a ndryshoj veten, pse unë mos marr kontroll të vetes, pse unë mos e ngri dijen time, pse mos i ngri mjetet që më duajnë çdo ditë, që unë të jem më i mirë çdo ditë në atë fushë, në atë sferë, në atë vlerë që unë me të vërtet i thoj vetes se kam vlerë. Sa është e mundur dhe si të shëndoshim mendjen tonë në një botë të sëmurë sot nga i virusi që mua më pëlqen ta përcaktoj si teknologji. E njëjta teknologji na ka dhënë tash lirin që edhe mos kesh para, nga ana pozitive e teknologjisë, çdo njeri nëpër botë e ka mundësinë çdo ditë të mësone 2-3 orë, 4 orë për një gjë që dëshiron ta zhvillone mësimin dhe të bëhet njëri më i mirë. Unë vi nga teknologjia. Kam 17 vjet përvojë se si teknologjia mund të ndryshone çdo pjesë biznesit, të rrjeteve sociale, dijes, teknologjisë, arsimit, biologjisë. Pra teknologjia është mjet. Është mjet. Që duhet ta përdorim, jo ta lejojmë të na përdorë. Korrekt. Dhe ju e keni përfshirë këtë koncept edhe si inxhinier i elektronikës i diplomuar në një nga universitetet më të mira në Londër, edhe tek metodat e tjera, qoftë ato të shërimit bioenergjik, qoftë ato të menaxhimit të sjelljeve njerëzore, por nga ana tjetër në një nga deklaratat tuaja shumë të famshme, është edhe ajo e robotit humanoid ku ju thoni që do të jetë kërcënimi më i madh i njerëzimit. Pse? Për shkak se ne pruam në këtë botë një shpikje që e tejkalon dijen e dinjitetit e çdo njeriu në shpejtësi shumë të madhe. Si e kalon? Ta kuptojmë. Së pari, truri i njerit është i limituar se sa informata mund të përpurone dhe të jepë një output. Domethënë, ti mbledhe gjithë informatat edhe... Kjo është e vërtetueshme dhe shkëlqyeshme që ne kemi limit. Domethënë, inteligjenca artificiale unë mund t'jap gjithë librin, për 1 minutë më jep gjithçka që duhet për librin. Po. Domethënë, truri jon nuk mund ta bën atë. Po ku qëndron kërcënimi këtu? Është ose diçka pozitive. Ke 2 sende. Sendi i parë është inteligjenca artificiale. E dyta është robotika. Po. Dhe tash i bëjmë inteligjencën artificiale me robotikën. Po. Dhe krijojmë njerëzoida që i quajnë në shqipe tash. Humanoidet e famshëm. Humanoidet e famshëm. Elon Musk. Domethënë, një humanoid mund të bëjë çdo ekspert për 1 minutë. Dhe bën një download të gjithë diturisë të internetit. Nuk ka njeri në botë që mund të konkurrone me një humanoid ose me inteligjencën artificiale. Dhe se na kërcënon edhe kjo? Do të thënë kjo është kërcënim e humanizmit dhe njerëzimit. Po jena ndru kyç in ekzistencë apo në shfarosje? Shfarosje. Shfarosje? Shfarosje. Ne jena në kryq, unë njerëzimin e para lajmërovat, para 8 viteve, kur e shkruajta librin #loneliness, dhe takova njeriu që e ka krijuar TEDxin dhe TEDin. Po. New York. Dhe ai e hapi librin
edhe tha ti japësh fjalim për këtë send, para 8 viteve ku asnjë në botë nuk flite për inteligjencën artificiale publikisht. E kam ndjekur atë fjalim tuaj në TEDx me atë zilën e zgjimit. Jo në dhe zgjedhje, për shembull, nëse e shohim në humanoidet në Kinë, tash kam filluar në përbot që shesin humanoidet që janë kujdesës në shtëpi. Unë kam pa video që qarkullojnë që tregon edhe për njerëz që blejnë humanoid dhe martohen me ta. Ka edhe ashtu. Atë kam tonë edhe te TEDxi. Kam shkruar edhe për kjo? Marrëdhëniet seksuale me humanoid. Është e mundur kjo? Po, jo nuk është e mundur, është e bërë tash. Është bërë tash. Është një industri mbi 150 miliard dollar. Veç ajo industria. Do me thënë nuk ka limite, pse? Për shkak, për shembull, në disa firma që punoj, që e kam vendu tash humanoidet në fabrikat e tyre. Një problem që një humanoid e bon, një njeri me njëherë e rregullon në algoritëm, edhe gjithë robotat e marrin të njëjtën mendim, njëjtën zgjedhje që mos të bëjnë atë problem për s'dyti. Ne si njerëz nuk e kena atë kapacitet, unë shkoj me një kompani dhe ju thon 10.000 njerëzve kështu ta bëni këtë punë. Është pa mundur. Është pa mundur. Që dy ta bëjnë në të njëjtën mënyrë, identike. Do me thënë tash ne kena kriju një racë të re që shumica njerëzve janë duke flet, edhe kompanijat, edhe liderat, nga rreziku. Do me thënë, unë kam qef teknologjinë, inovacionin, çdo gjë, por duhet kena një mas dhe një balans, nëse ne lejmë një gjë shumë më fort se ne të na kontrollon e neve, dhe gjithë jena në rrezik. Do me thënë, edhe në TED Talk, në fjalën TED e tregoj, do me thënë, kush është njeriu që do ta menaxhone AI-an. Edhe a do të mundet AI-a të menaxhohet prej njeriut. Edhe këtu po më silli tek ajo që shumë shkencëtarë të fushës e quajnë momenti i singularitetit, kur parashikohet. Jo, kena te kaluar. E kemi arritur, unë do e pyesja kur parashikohet. Pra, për ta shpjeguar për shikuesit, është ai momenti kur teknologjia na kontrollon ne, është momenti i singularitetit. Dhe që është kërcënimi. Singulariteti si koncept e kena te kaluar tash. Unë edhe parashikimin 2017, jena 2026. Jemi tashmë në momentin kritik kur teknologjia. Do me thënë, në momentin kritik ku gjithë lidera, gjithë bizneset duhet të zgjohen, që do me thënë që mund të krijojmë një vizion në të cilën njerëzimi ngrihet në mënyrë që shfrytëzojmë teknologjinë aq të fuqishme që kena kriju në përdorim të njerëzimit, e jo në përdorim të zhdukjes së njerëzimit. Edhe tash, ne shohim shembuj ku teknologjia artificiale shfrytëzohet për vritjen e një njeriut. E tmerrshme. Unë them të dalim pak nga kjo tema, edhe të shpresojmë më të mirën, por edhe ju dhe të tjerë si ekspertë të fushës të jepni më të mirën, të na shpëtoni se do shfarosemi. Do doja të ta kalonim pak pjesën e bisedës tek ajo që mua më qëndron shumë për zemër. Pjesa e shërimit bioenergjik me metodën tuaj që ju keni krijuar. Keni 30 vite që aplikoni këtë metodë dhe ju keni punuar me këtë metodë, por edhe metoda që sipër përmenda, me 170 milion njerëz në gjithë botën, duke nisur nga personalitetet të sferave më të larta të shoqërisë, personazhe të njohur të Hollywoodit, që unë doja t'ju nxirja emra, por ju për arsye etike nuk më nxjerrni emra, deri te antarë të familjes mbretërore. Më tregoni pak për metodën tuaj të shërimit me bioenergji dhe si keni mbërritur deri aty? Do rikthehem në vetlinjën time, në Gostivar, dhe në atë kohë një shërues e shëroi vllaun prej epilepsisë, një hoxh që ka punuar në atë kohë, dhe kur u smuron moshën 8-9 vjeçare, unë isha në spital 14 muaj. Keni pasur infeksion në mushkëri, keni thënë infeksion në mushkëri, po gjithashtu pastaj hyri në zemër. Okej, dhe ju keni qenë në maqinë të jetës, në aparatura të jetës. Në reanimacion. Edhe derisa mjeku i thotë nanës, bjerë një babën, ki djalë dhe deste për 3 ditë. Për 3 ditë. Tash këta shkojnë dhe më çojnë te njëjti hoç, te njëjti shërues që ka punu. Edhe nana pastaj më treguan se ki ka thonë, kjo është veç një provë, ki do t'i kalone. Edhe unë pres vogli fillova të mësoj se kur erdhan dije, ata më çojnë në spitalin hoç, do me thënë vende ndryshme të lutjeve, sende, fillova të bëhem tepër kureshtar për një botë
që ata besonin me gjithë shpirt, a unë nuk e shikja me sytë e mi, por e ndjenja se bësha më mirë. Nga ana tjetër isha tepër i përkushtuar të shkenca, të biologjia e njeriut, domethënë të lëmit e ndryshme tjetës. U rritan dy bota që më dhanë, domethënë, perspektiva të ndryshme, por gjithashtu më dhanë një inat. Inat? Po. Jo pranim, inat. Inat, për shkak se kje dy mendime që kundërshtojnë njëra tjetrën. Për plasën, po. Për plasën. Edhe unë anti-inatin, domethënë inat në mënyrë që dëshiroja të zgjedhi kush është e drejta. Edhe kush është e drejta? Sinkronizimi i të dyjave. Shkrirja e të dyjave. Shkrirja. Në zemër gjithmonë kam dash të zgjedhi pyetjet e papërgjigjur, që s'janë përgjigjur për asnjëni. Çfarë shëron me metodën bioenergjisë Toni jeton Selimi? Ka shumë sfera. Shërim mund të kesh edhe në biznes, shërim mund të kesh edhe në marrëdhënie, shërim mund të kesh edhe te parat, se në kje nuk jeti marrëveshje të mirë me parat, dhe s'din si ta bësh një monetizim të diturisë tënde. Gjërat që janë krijuar nga emocionet dhe nga traumat e ndryshme, për shembull, nëse njeriu ka depresion, nëse njeriu ka ankth, nëse njeriu ka varësi, nëse njeriu ka ADHD, nëse njeriu ka epilepsin, nëse gjërat e ndryshme që sëmundje të rënda të pashërueshme? Varet se çka. Domethënë shërimi, si shërim, nëse njeriu vin prej, domethënë lind me tmeta, unë nuk them të rritet një kamp, por njeriu që e krijon smundjen gjatë jetës së tyre, nëse ata përshkushtojnë punën që duhet të rikthehet trupi, mendja, neurobiologjia e njeriut në balans, gjendje natyrale. Trupi e ka mënyrën se mund të shërohen. Unë veç i kam krijuar metodologjit që njeriu mund të ndëgjoni së pari çka është trupi duke të komunikuar me një simptom. Para se me erdhë smundja. Pse krijohet sëmundja? Së pari, kur neurobiologjia nuk është në balans. Së dyti, stresi. Së treti, traumat e ndryshme dhe perceptimet që nuk janë të balansuara gjatë traumës. Së katërt, i kthenin çka ham, çka fusim në gojë. Gjithë këto sende, po gjëja më e fuqishme është gjëja e brendshme. E ushqejnë barkun më së tepërmi, edhe ignorojnë gjën më të fuqishme, vozicin e jetës së tyre që është mendja dhe shpirti dhe zemra. Përmendim pak metodat e neurobiologjisë. Së pari, domethënë, duke shëruar veten. Mundemi ne të shërojmë veten? Pse jo? Ta përshpiqen tash. Nëse ti deri tash ti e pre dikund, apo? Unë mendoj që jo. A je pre dikund, kështu kur kërvishtës, kur del pa gjatë, jo sot. Flasin njëtën tënde. Ja tani u dhem koka, për shembull. Njëtën tonë, prit pak, njëtën tonë. A e ke pa dhe një kur je gjakur të dalë? Po. Okej. Po hyn në lojë procesi koagulimit. Po ti e beson atë send. Po e besoj, sepse pse nuk e beson për gjëra tjera? Po çfarë duhet të besoj tjetër? Po prit pak. Do me thënë, ti mpitja mund ta shërojmë veten. Trupi ka mënyra që tregon se mund ta shërosh, ati e ignoron. Edhe nuk e sheh se trupi ka dijen që të mund të shërone. Po ti nuk dëshiron të arritish atë dije, të investosh në atë dije, edhe para, edhe kohë, edhe emocion, edhe përkushtimi që duhet të ti të bësh mjetri i dijes tënde. Jo të gjithë kanë mundësit të kenë. Jo. Inteligjencë, para. Jo. I kanë të gjithë? Do me thënë, koalëgimi, a bëhet veç këtyja? A bëhet çdo njeri? Të gjithë. Pa atëherë pse më ren? Interesante, më futën në mendime. Si mund ta shërojmë tani dimendimet kokës? E ngarkon edhe çkarkohet është. Duhet të pres momentin e shkarkimit domethënë. Shkarkimin e gjërave. Mos shkojë te hapat. Jo, hapat e kanë vendin e vet. Unë nuk i thom njeriu të mos shkon mjek, jo. Se edhe mjekësia e ka atë pjesën kyç për të shëronë një njeri. U thom njerëzve zmadhonja rretin e shërimit. Domethënë shqyrtoni një shërim 360 shkallë. Njëku e ka vendin e vet, eksperti ynë e ka vendin e vet, një nutritionist e ka vendin e vet. Më ngacmuat pak me këtë pjesën që çdo njeri do duhet të investohet në dije që të ketë mundësi të ndihmoj veten, të shëroj veten, të rris veten. Unë mendoj që jo të gjithë e kanë këtë mundësi, di që ju punoni
jo me milioner, po me multimiliarder. Edhe me njerëz thjesht. Edhe me njerëz të tjerë. Edhe me njerëz që vlerësojnë veten. Në bisedën që bëm bashk, gjëja që më intrigoi shumë edhe më goditi, të jem sinqert, ishte fakti që nëse më lejon ta them shifra, për një fundjavë tretitore trajnimi me Toni Jeton Selimin, tarifa është 100.000 pound. Momentalisht. Momentalisht. Okej, momentalisht. Personalisht, do të thënë nëse do kisha 100.000 pound, do bleja shtëpi. Po nuk e kam 100.000 pound, se rroga ime vjetore nuk shkon as 1/3 e 100.000 poundve që kërkon Toni Jeton Selim. Si t'ja bëj unë? E dua dijen, dua ta blej, jam dakord. Okej. Më mëso Së pari e kje telefonin, apo? Po, e kam telefonin, ja. Do me thënë, e kje 24 orë me vete, apo? Po. Je lidhu me gjithë botën, apo? Po. Do me thënë, ti nuk e ke zhvilluar trurin që të përdorësh telefonin që të bësh para me telefonin, apo? Apo momentalisht para me telefonin jo? Po, qëndron, më vjen keq të pranoj po ashtu. Do me thënë, mundësia është, pse unë nuk e bëj atë sen. Çfarë limite unë i bëj vetes, që i thon vetes ta mbaj gjendje kështu dhe fajsoj çdo njeri që e ngrin e fuqizon jetën financiare. Po. Ti nëse nuk i jep vetvetes liri të krijosh vlerë për dikën tjetër, ti nuk do të kesh para. Tani më thuaj, ka cila ke vënë këtë tarif kaq të lartë që njerëzve tu ndezësh motorin e tyre të brendshëm? Nuk është tarifa, është domethënë rezultati. Ti tha e parës, unë kisha blejt një shtëpi. Po nëse merr një kancer edhe të duan 100.000 euro, apo e shit shtëpinë? E larg qoftë, po atjetër. Patjetër. Do hyrë në kredi, edhe në kredi. A shef tash pse njerëzit investojnë në dituri, e jon shtëpi, e jon makinë, ne kena plot pasuri në forma të ndryshme. Edhe e quajmë veten të varfër. Ka familje shqiptare që janë me plot begati, po kur hipin dialog në s'ku. Aty i shoh në përpushime që kushton 20.000, 30.000 euro. E shef një vidur që është 250.000 euro. E shef një orë që është 60.000 euro. E shef një altan 18 karat që kushton 6.000 euro. Po unë që s'kam asnjë makinë të pasur, asnjë Jordan të çmuar, as kam vetëm rrogën, po kam telefonin. Kam telefonin. Tjetër çka ke? Kam mendjen. Aha, tjetër çka ke? Kam shëndetin, energjinë. Sa kohë je si jurnaliste? Për pak bën 23. Ke 23 vjet eksperiencë, apo? Po. Nëse bën një listë të gjithë njerëzve që i njeh, që kanë gjithë probleme, dhe ato vinë te unë dhe punojnë, sa para mendon ti mund të bësh? Duke qenë shembull dhe duke qenë. Sa përqind do më japësh? Të japi përqindin që japin gjithëve. Nëse më jep përqindin, nuk do të them sa para do bëj me klientët që janë. Njeriu që shërben, mënyra në forma të ndryshme ngrihet edhe financialisht edhe shpirtërisht. Do të thonë financat e shpirtri shkojnë së bashku. Njeriu që e zgjon shpirtin, e zgjon gjendjen materiale që nuk e limiton veten se sa duhet të ngrihet. E vërtet. Edhe mentalisht, edhe shpirtërisht, edhe me shëndet, edhe me karrierë. Më shfuani një kuriozitet. Për ju që keni punuar me njerëz të suksesshëm, shumë të suksesshëm, për njerëz të pasur, miliarder, për njerëz me gjak blu, a ndryshojnë ata në mendime nga njerëzit e zakonshëm? Zgjedhën një punë. Na më një shembull të një pune. IT, inxhinierit i teknologjisë informatike. Okej. E marrim një inxhinier të IT teknologjisë, tash do e marrim një kompani është me 1.000 veta apo me 5 veta? 500 veta, mesi. 500 veta. Do me thëmë, nëse ke një inxhinier që shërben 500 veta, ajde të jetë tepër nga po se jo? Po. Okej. Ati do t'i dun inxhinier tjerë që të mundet të delegoj. Jo veç të delegoj, pa se çdo kompani do të ketë domethënë një detyrë të përcaktueshme për inxhinierin e teknologjisë, apo? Po, do ketë drejtori të përkatëse. Drejtori të përkatëses ka përgjegjësi të ndryshme, domethënë ai ka limitin e përgjegjësisë pesë njerëz, apo? Po. Tash unë e marr shembull tim që kam punu. Po. Kam punu në IT me 10.000 njerëz si menaxher dhe CEO i informatikës. Tash nëse krahasojmë dy inxhiniera, është e njëjtë 500 përgjithësia me 10.000? Jo. Është e njëjtë buxheti i njeriu me 500, do mund të jetë për shembull 10 milion. Buxheta, njerëz, projekt menaxhera dhe gjithashtu kanë kualifikime teknologjisë, Microsoft, Cisco, menaxhimin e projekteve, plus çdo gjë që më duhet të ngrihem të menaxhoj miliarda projekte në teknologji. Tash, kur ma pyte pyetjen, ata këto njerëz që shërbej, a e kanë diçka të ngjashme me këto njerëzit tjerë? Jo.
Nuk mund të bëjmë një krahasim për një gjë që ne nuk dim asgjë. Dhe me thënë, unë mund të bëj krahasim moll me moll, po edhe molla me moll nuk është e njëjtë. Dakor, se ne nuk kemi ata humanoidët e programuar. Korrekt. Këtu bjem dakord, por a kanë ata diçka ndryshe në mendsinë e tyre? Përgjegjësitë e tyre dhe investimit e veçja të dia për caktimi që ata të ngrin vete që mund të menaxhojnë çdo gjë në jetën e tyre është shumë ndryshe. Por gjërat elementare i ka çdo njeri. Për shembull, friga. Ti mund të kesh friga si a dhe bësh problem të këta 500 njerëz, po unë kom frikë se kom 10.000 njerëz duhet i menaxhoj. Edhe do me thënë përgjegjësia është shumë e ndryshme. Do me thënë friga zmadhohet, apo? Kisha një bisedë me një taksist këtu në Tiranë. Së pari nisi me paragjykim të liderave të politikanëve. Edhe piqe parë, a ke bëhat punë? Jo. Piqe dytë, a ke kryat shkollë? Jo. Piqe tretë, a ke menaxhuar gjithë shtetin? Jo. Edhe më tha, me të vërtet, ma zgjove mendjen, tha ku duhet fokusohem, thash te vetja. Ngrije dijen e vete, atë gjë që s'ja ke dhënë vetvetes liri që ta krijosh. E ne kur e zgjojmë këtë dituri, ne jena në shërbim tan botës. Do të thënë ti nëse dëshiron ta ngrish biznesin, ta ngrish karrierën, nuk mund të ngrish me fantazia ose me fjalë ose me meditim. Ngrihet me veprim, me një strategji të qartë, me një plan program, me një investim të njeriu që mund të zhvillon gjithë mjetet, edhe brandin, edhe biznesin, edhe teknologjin, çdo gjë që të duhet, çdo gjë që duhet ta ngrish veten, për ndryshe je duke jetuar fantazi. Ja, pra e kuptuam se çfarë kanë të pasur dhe të suksesshme. Ju jeni autor bestseller i 7 botimeve, i 7 titujve. Dhe mbi 50 e-booka në webfaqen time për pjesë të ndryshme të zhvillimit profesional, mendor, emocional, marketingut, PR-it, të inteligjencës artificiale. Këta janë gjithë gjëra që njeriu mund të shkojë. Çfarë ka bërë librin tënd një bestseller në gjithë botën? Një zgjedh problemi që më tepër njerëz dëshirojnë ta zgjedhin jetën e tyre. Ne flasim për libra, për dije, që ti duhet punosh, duhet të jesh persistent, duhet të investohesh në atë, po a ka libri energji? Çdo gjë në këtë botë ka energji. Ne nuk jena të dishëm mënyrën se çka ajo energji përcjell. A dëshiron të ta tregoj këtë se si do? Po të lutem. Okej, zgjidha një libër. Një libër nga të gjithë këto librat, po sa kopertina të bukura që ka. Më pëlqen. Cilat të duash? Ja, ky më intrigon se ka atë pikën e oqeanit, që thuhet që ne jemi një pikë. Domethënë në oqean dhe oqeani brenda një pike, truri. Tjetër çka shef aty? Truri që lidh Çka shef aty tjetër? Po atomet, lidhjen, shoh gjithçka. Për mua gjithësinë e shef? Ekzistencën. Gjithësinë e shef? Po. E shef diellin? Absolutisht. E shef dorën? Dorën e shoh, diellin nuk e shoh. Dielli është drita. Drita, shoh dritën. Domethënë, edhe pse gjithësia është errët, dielli e ndryshon, apo? Po. Domethënë, jeta jon në tokë varet prej diellit, apo? Absolutisht. Po gjithashtu prej natës. Absolutisht, balanca. Balanca. Yin dhe yang. Tash ta bëjmë nëse dëshiron atë ta shohë se çdo gjë ka energji kur ti me të vërtet bësh një qetësi në mendje, në shpirt dhe ti bën një bashkim të energjisë. Këtu. Aty. Tash dua mbaje dorën ashtu, mbylli syt. Edhe merr një frymëramje thellë në zemër, direkt në zemër. Dhe qetësoj veten. Lëshoj çdo stres. Edhe një frymëmarrje thellë. Qetëso. E frymëmarrjen e tretë, bëne qëllimin të ndëgjosh se çfarë energjie libri të përcjell. Dhe merr edhe një frymëmarrje. Edhe tash me zë, do ta pyesësh librin një pyetje reale që dëshiron të kesh përgjigje. Pyetja që më vjen është cilat janë bllokimet e mia në jetë? Super, cilat janë bllokimet e mia në jetë? Merr librin dhe tash hape ku të duash. Dhe unë të garantoj se do të marrësh një
hap një hartë për atë që dëshiron. Edhe fillo prej këtu ku e ke hap. Okej. Çka është titulli i kapitullit? Libri është në anglisht, edhe jam në kapitullin The Rise of the Phoenix. Aha, Rritja e Phoenixit. E çka ishte Ngritja e pyetja? Phoenixit. Çka ishte pyetja? Cilat janë bllokimet e mia në jetë? Okej. Dhe me thënë, jo se ta da përgjigjen më njëherë, po tash do shkojmë si bëhet ajo. Se do me thënë, bllokimet, pyetjen që e bën vetes është për shkak se ai Phoenixi në vetë është gati të Të ringritet. ringritet, apo jo? Nga hiri, po. 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 Tash fillon me Të lexoj tekstin. Të lexoj tekstin, e di se e përkthen gjuhën shqipe, dhe jena pak ma... During this time, while my life was taking off, I faced a major sexual identity crisis that impacted my well-being. I had worked so hard to create a huge separation between my family and me. Dhe me thënë, nëse ne dëshirojmë të rritena si një Phoenix, mesazhi i parë për ty është, ke kriju një karrierë 20 vjeçare në gazetari, apo? Okay? Edhe tash krijon ti një identitet tjetër, apo? Dhe me thënë, një identitet që e ke pas, një identitet që e krijon, ka shprasësira dhe ka gjëra në atë shprasësi që ti nuk bëjnë të plot dhe që ne si zakonisht i shefim për shkak se paragjykimit, apo pritshmërisë të tjerëve, apo kena një frikë, apo kena një marrë, apo? Dhe me thënë, integrimi i këtyre, kur zgjohet Elona autentike, fillon rrugtimi i një Phoenixi që kur bota e shef autenticitetin tënd, jo maskën tënde. Unë dua të konfirmoj, por nuk do ta zbuloj elementin, se është shumë individual, por në këtë paragraf të shkurtër ekziston vërtet një problem që unë kam dhe që aktualisht jam duke trajtuar në terapi. Ne i besojmë telefonit kur na vijnë informatat përmes rrezeve, dhe njerëzit ma parashtrojnë pyetjen se shërusit nuk kanë asnjë farë dije. Unë i bëj shërusit shkencëtar, e shkencëtarët i bëj shërus. Për shkak se shkencëtari që është i smur, i duhet shëndeti. Shëruesi që nuk ka shkencëtar, i duhet paraja. Ti nuk mund shkosh të shërbesh një njeri që është shkencëtar, të unë dhe të shërojte me bioenergji, nëse ti nuk e din psikologjin, nuk e din transformimin e mendjes, nuk e din se si të rindërtosh, si të zhbllokosh atë që e bllokon njeriu, nuk e din se si punon trupi, nuk e din sistemet e trupit, nuk e din se si ngritet sistemi nervor, simpatik parasimpatik, nuk e din se çka është efekti, nuk e din se si të ndërtosh rrugët e reja të neurorrugët e reja. Dhe kur ta përputhen me bioenergjin, përputhen me qëllimet, përputhen me perceptimet që i kena, i ndryshojnë perceptimin ton, e ndryshojnë programin ton, realitetin që shohim ndryshon. Nëse ne shohim gotën me syrin që jena, gota shihet si unë. Kur ne ndryshojmë syrin ton, gota shihet ndryshe. Prandaj dy persona me një dhomë, me një event e shiqojnë dhe perceptojnë një ngjarje të ndryshme. Se ata kanë me biliona informata në trupin e tyre që nuk kanë ditë me një njeri ekspert që ta me veten të kenë një marrëdhënie të shëndetshme. Të kuptojnë pse sjelljet gjithmonë ju kthehen që si dëshirojnë. Pse ata tërheqin një situatë, një njeri, një bashkëshort, një grua që i dhunon. Pse do me thënë ne... Ngeni tek i njëjti model. I njëjti model, përsëriten. Format ndryshojnë, për këtë që ta thash. Do me thënë, ne s'kena marrë veten me seriozitet. Në kulturën tonë, mendojmë për shtëpia, mendojmë për dasma, mendojmë për diket tjetër, mendojmë për rroba, mendojmë të shkojnë në Turqi të bëjnë kozmetikën e ndryshme, mendojnë se bukuria e tyre mvaret ose vlera e tyre mvaret se si mashkulli të shiqon. Ajo është iluzioni. Bukuria ka pjesën e vetë, sikur që din atë sende. Bukuria më të madhe që ti mund të rrezatosh është zemra jote, drita jote, mënyra që ti sjelljesh, mënyra që ti fles, mënyra që ti mendon, mënyra që ti menaxhon emocionet, mënyrën ti kur
je afër një njeriu, a njeriu tërheqet hiç pa më thënë asnjë fjalë. Kjo intervistë, Toni, kishte vetëm disa tema të përcaktuara dhe rroti kështu spontanisht dhe unë nuk e kisha programuar edhe këtë momentin e hapjes së librit, po dua të them që në këtë paragraf të vogël ti më dhe efektin e një kove të ftohtë me ujë mbi kokën time që po merrte zjarr. E mban mend që të thash në fillim të intervistës që më dhimta koka? Si Jam ndjesh? tërësisht e qetë. Është kënaqësi dhe Besoni ose faleminderit. jo, është përjetimi im. Dhe në fund fare më lejo një pyetje me një përgjigje shumë të shpejtë dhe ngacmuese, si përfundim do shfaroset njerëzimi nga humanoidi apo jo? A dëshfaroset një aspekt i njerëzimit. Okay. Jo, po. Dhe do krijohet një njerëzim tjetër, në formë që prindët ton as që mund ta paramendojnë se do të jetë. Oh. Domethënë do kena një integrim të humanoidëve. Besoj deri 2035 çdo njeri do të ketë një çip në kokë, që edhe ne mund të kena informata shumë më shpejt se sa humanoidët. Do kemi një çip në Një kokë. çip që lidhet Pra me dhe gjithë ne nuk do informatat. jemi më këta që jemi Jo. sot. Më treshtova. Më jep një tjetër kovë me ujë të ftohtë tani të të shoj zjarr. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi, faleminderit për nderin. Ándale.